Përshëndetje shikues të nderuar. Në qytetin Singen të Gjermanisë është promovuar monografia Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, përgatitur nga Çerkin Bytyçi dhe Mikel Gojani. Në manifestimin e promovimit, ku ishte edhe kryetari i bashkisë së qytetit Singen, morën pjesë dashamirë të fjalës së shkruar, veprimtar dhe artist nga Gjermania, Zvicra, Amerika dhe vende tjera. Monografia sjell portretin e veprimtarit dhe humanistit Marash Gojani, i cili është ndër banorët e vjetër të qytetit Singen, në landin e Badenit Jugor të Gjermanisë. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni reportazhin në vijim. Qyteti Singen ndodhet në pjesën jugore të landit të Badenit Jugor në Gjermani. Në pjesën lindore kufizohet me qytetin turistik Konstanz, kurse në pjesën jug perëndimore ka qytetin Schaffhausen. Në këtë qytet që ndodhet pranë kufirit me Zvicrën, jetojnë e punojnë rreth 40.000 banor. Në mesin e tyre frymojnë rreth 500 shqiptar me origjinë nga Kosova. Krahas bujqësisë dhe turizmit, qyteti Singen ka të zhvilluar industrinë. Veçanërisht industrinë e aluminit, ku kanë gjetur punë shumica e mërgjimtarëve. Mërgjimtarët shqiptar këtu kanë ardhur pas vitit 1969. Në qytetin Singen në Gjermani është promovuar monografia Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, përgatitur nga Çerkin Bytyçi dhe Mikel Gojani. Libri në pjesën e parë pasqyron në rrënjët e familjes Gojani nga Dugajeva Aklinës në Kosovë. Monografia në pjesën e dytë sjell portretin e veprimtarit dhe humanistit Marash Gojani, i cili është ndër banorët e vjetër të qytetit Singen. Në evenimentin e promovimit të librit Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, kishin ardhur bashkëdhetare dashamirë të librit nga Amerika, Franca, Zvicra dhe shumë qytete të largëta të Gjermanisë. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të qytetit Singen. Prezantuan edhe përfaqësues asociacionesh kulturore shqiptare që veprojnë në Gjermani e më gjerë. Marash Gojani nga Dugajeva Aklinës është njëri nga mërgjimtarët shqiptar që me veprimtarinë humanitare e atletare ushqua gjatë viteve të qëndrimit në qytetin Singen. Marashi kishte ardhur në vitin 1969 dhe tokë me bashkëdhetaret që jetojnë e punojnë në Singen e rrethin, si dhe me qytetarët gjerman, që janë angazhuar me përkushtim për të dhënë kontribut për atë dhe kur do e lypte nevoja. Si kur mërgjimtarët tjerë, edhe Marashi në Gjermani kishte ardhur për pak kohë, sa për të përmirësuar standardin familjar. Me kalimin e kohës, ndryshuan gjërat. Tashmë, Marash Gojani është i pensionuar. Fëmijët e tij pas kryerjes së shkollave përkatëse janë punësuar. Në eveniment pasi përshëndetit të pranishmit, Maxhun Smajli i bëri një vështrim letrar monografisë Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, të bashkautorëve Çerkin Bytyçi dhe Mikel Gojani. Autorët nuk u trajtuan nga forca e mendimit për të lënë pas vetes një vepër të një rëndësie të madhe për kombin tonë. Kudo që lexova, në çdo rresht, zbulova një elegancë dhe një mendjeshkaftësi të një cilësie. Gjoni babai Marash Gojani, personalitet me vlera kombëtare, faqe 30-63, lexuesit vetë do t'i shfaqet metafora e njeriu guri, i cili është në gjendje të imposhtë në mënyrë stoike të gjitha vështirësitë në mbrojtje të bukurisë dhe identitetit kombëtar shqiptar. Ndërsa në kapitullin e 6, Marash Gojani në Gjermani, faqe 123-153, kur flitet për punën dhe angazhimin e tij për familjen dhe të mirën e kombit që e ka bërë, unë do thosha se puna Marash Gojanit, që reflekton patriotizëm dhe atë dashuri, shtrihet në 3 fusha: përkushtimi ndaj familjes, angazhimi në aktivitete adhetare bashkëpunëtare dhe krijimi i unitetit me shqiptarë në hapësirat ku ai vepronte.
Vlerën librit ja shtojnë edhe 82 fotografi që flasin për një periudhë 60 vjeçare nga vitet 50-ta deri në ditët e sotme. Artikuj gazetash në gjuhën shqipe e gjermane, me njohje faksimile të shumta me flet pagesa në përfundet të ndryshme kombëtare e humanitare. Dhe për fund, ky libër është pjesë e jona dhe ne jemi të pranishëm në të me ëndrrën dhe realitetin jetësor. Të pranishmit i përshëndeti edhe redaktori i librit, i cili ka vlerësuar rolin e mërgjimtarëve në mbështetjen e atë dheut. Njëri nga ta njerëz shumë të atëtorë dhe humanist është atë vedarsi familjarit dhe i dedikuri atë për një ndërmëri mashtrojani. Kjo trashëgimi e lashtë fisnike, dalja zot atë do të mbetet pjesë e lëvizjes tonë kombëtare dhe do të jetë gjurmë histori vetëm nëse publikimet dhe letrat tona kombëtare regjistrojnë njerëz, personalitete, të cilat vonë as shumë për atë dhe posaçërisht për përfaqësimin e rrugës shkollore. Andaj falënderimet më të thella autorëve Bytyqi dhe Gojani për portretizimin e atëtarit dhe humanistit të vëshëm Gojani, si një prezantim të njëjtë nga ata që dedikuan një jetë atë për të mbetur si dhe pashtyre të vizionë kombëtare në rrugtimin tonë atë gjatë dhe shumë pritur të lirishon me shekuj të mëhuar. Këtë trashëgimi të lashtë fisnike, atë dashuri, si një vlerë historike dhe kombëtare, letrat tona shqipe, ku kemi me vërç që të valem si letësar shumë çmuara, studiusve, historianëve dhe mbi të gjitha brezat të ri që do të vinë. Evenimentin kulturor letrar në promovimin e monografisë Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, e ka nderuar me pjesëmarrjen e tij kryetari i Bashkisë së Qytetit. Ich glaube, das Buch ist ein Punkt, dass es heißt, jawohl, die Familie Gojani hat sich hier bei uns in Deutschland integriert, auch ein Stück weit Danke zu sagen an Deutschland. Aber ich glaube, das Buch ist auch vielleicht ein Synonym für das, dass viele Albaner sich bei uns in Deutschland gut integriert haben, auch ein wichtiger Teil für uns als Deutschland sind. Ich sage es immer wieder, wenn unsere Stadt Singen nicht die ausländischen Mitbürger hätte, dann wären unsere Fabriken, die Alu, die Georg Fischer, die Maggi, wären leer. Sie sind diejenigen, sie sind auch für uns als Deutschland Garant dafür, dass es uns wirtschaftlich so gut geht. Und ich hoffe ganz einfach, dass die Integration von Ihnen und von vielen, die jetzt gekommen sind nach Krieg und Vollvertreibung, dass auch diese Integration bei uns gut funktioniert, weil nur gemeinsam sind wir stark. Ein einheitliches Europa, und da gehören auch Sie mit dazu, ist der Garant für Frieden und für Freiheit und vor allem auch für wirtschaftliches Wohlergehen. Und das ist das, was der Gojani uns ein Stück weit in seinem Buch auch mitgeben möchte, dass das eine positive und friedliche Zukunft für uns gibt. Çerkin Bytyqi i ka dhuruar ekzemplarin e parë të monografisë Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, kryetarit të Bashkisë Zingen, zotriut Bern Heusler. Marash Gojani nga Dugajeva e Klinës, e me këtë rast jo vetëm ky libër, por secilin nga librat e këtyre autorëve të Bytyqit dhe Gojanit e kanë veçantën e tyre. Në radhë të parë, le të jetë kënaqësia e përvojës intelektuale që ata ja dhurojnë lexuesit kënaqësinë e kësaj përvoje. Trajtën e këtij libri, Marash Gojani, veprimtar dhe humanist i diasporës, autorët Bytyqi dhe Gojani e kanë strukturuar në 8 njësi të pasura tematike. Sikundër shprehjen autorës si figurë shumë dimensionale dhe me veprimtari të tillë shumë dimensionale. Historia e Dugajevës, e dhënë në përkushtim me këmbgulje dhe dashuri nga volumtuesit, autorët e librit është një pjesë tejet interesante e biografisë së këtij vendi. Si vendbanim, si njësi natyrore sociale ishte një gjë shumë e bukur dhe magjepse. Por autorët e këtij libri na kanë dhënë edhe më të magjishme, më joshese, më të madhrishme, duke dhënë dhe zbërthyer pasurinë e saj në histori e etnokulturë, me ato enigma, me origjinën e atyre emrat e vendeve, me bemat e atyre njerëzve, me legjenda, me besime e rritet të ndryshme të natyrave të ndryshme.
autorët e këtij libri Bytyqi dhe Gojani në vazhdimsi bëjnë përpjekje se të hedhin dritë mbi disa figura të shuara të familjes Gojani, të cilët ishin shumë punëtorë, merreshin me bujqësi dhe blegtori. Mirë po ka dhe të atillë që kanë arritur shumë edhe në fushat të ndryshme të jetës intelektuale dhe arsimore. Në promovimin e librit morën pjesë edhe përfaqësues asociacionesh të qytetit Singen. Ich schreibe, lieber Marasch, weißt du noch, wann wir uns das erste Mal begegnet sind? Kore und ich erinnern uns an die Schillerschule, das war wohl im Jahr 93. Ich gab dort mit unserem Verein für Vorschulerziehung die gerade entwickelten Sprachkurse für Migrantenkinder, Deutsch lernen im Spiel. Später folgte dann die Hausaufgabenbetreuung und so lernten wir uns durch eure Kinder kennen. Wir verloren uns dann nie mehr aus den Augen. Für mich ist es eine besondere Ehre, jetzt heute Abend hier zu sein. Es war ja ein sehr schöner Anfang, wie wir uns gegenseitig kennengelernt haben. Es hat mit der Singen der Tafel angefangen, da bin ich seit vielen Jahren Vorsitzender. Und zur Singen der Tafel gehört auch die Gruppe Gastmahl. Und zur Gruppe Gastmahl gehört der Marasch. Und es war dann immer so bei uns, wir haben viele gemeinsame Aktivitäten gemacht. Und wenn etwas anstand, die erste, glaube ich, große Veranstaltung gemeinsam war in der Landesgartenschau 2000, wo wir eine gemeinsame Bewirtung in der Gems gemacht haben, aber Marasch war da immer mit vorne dabei. Për kontributin dhënë Bibliotekës Popullore profesor Mark Krasniqi, Zotriu Gojani është shpërblyer me një mirënjohje. Anton Gojani, pasi ka përshëndetur në emër të familjes Gojani, duke evokuar kujtimin për biçikletën, kanë gazdyer të pranishmit. Baci Marash përfundimisht po vendos në Gjermani, gjithsesi në Singen. Por për të ndihmuar shtëpinë, duheshin të ardha shtesë dhe ai nuk kursente veten për të punuar. Dhe pas orarit të punës, dhe pasi që Zvicra ishte jo larg, do të fillonte në aukun e diellit dhe do të mbaronte në perëndimin e diellit. Në vitin 1974, kur isha në moshën 13 vjeçare në klasën e 7 të shkollës fillore, kisha bërë merak për të blerë një bicikletë, që atë kohë ishte as e pak bicikleta që posedojshin ose në bëri arsimtar apo zyrtar komune, aty këtu e jo nxënësi. Baci Marash me 3 nga Gjerunia do të më sillte bicikletën, veç për mua, që do të ishte dhurata më e madhe dhe ngjarje jete e paharruar. Me të ecja, e shtyja, e ngresja, me duke se gjithë bota po më përcillte, jo thoshte ai me bicikletë gjermane. Kanë bërë një punë jashtëzakonisht të mirë, sepse ne jemi mësuar që të shkruajmë vetëm për njerëzit të mëdhenj, për njerëzit që ka ditë shumë kush dhe i kemi lënë njerëzit të vegjël të cilët edhe ne i kemi një vlerë tonë dhe sot i përgëzoj që këtë punë që kanë bërë edhe për një njeri të thjesht, një njeri human, një njeri i cili nuk ka kërcyer veten që të jetë gjithmonë aty ku duhet për çështjen humanitare dhe kombëtare që kemi pasur, zoti Marash Gojani. Pa njerëzit të thjesht, ne nuk ishte mund të bëjmë një punë të madhe që një portret e një figure tonë të madhe të humanitetit që në të rezër sot në Singen me të cilën mburremi, po mos kishte qenë familja Gojani, thjesht them kështu mos kishte qenë Marash Gojani, do thot busti sot nuk ishte vlerë. Valon Gashi ka falenderuar humanistin Marash Gojani në emër të shoqatës kulturore shqiptare Rinia në Singen për mbështetjen e gjithëtanishme duke e nderuar me një mirënjohje dhe me një dhuratë modeste. Edhe nuk ishin konë në këtë pozitë ku jem që tash po si shkon Baci Marash. Sa paret e veta i ka shtipi që po nga arrit kështë qatë në këtë pozitë ku jem që tash me nga mundësu njëve të në gjana që i kem që tash me nga mundësu kjo ka ngajtë se me konë të një jetën edhe i falenderojmë si grupë shumë. Gjuha jonë sa e mirë, sa e emër, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukë, sa e vlerë. Na e vdoshe. Që të punu e u të bashkë. Edhe sot jeni sikur
djali I agromit për mu, sa është të rritë në këtë dritë, ala se ka gjuz vjepi, ashtu jemi dashtur, tasha mas. Me mundë si të mirë. Zotri Gojani, ju keni ndihmuar edhe shkollën shqipe në Zingen. Për personalitetin e Marashit kanë fjalë të mira mërgjimtarët që bashkëpunuan në forma të ndryshme.
Në diaspor ka shumë mërgjimtar të dalluar që ndihmojnë Kosovën para dhe pas lirie, për humanizëm e bamirësi, për të cilët me siguri do të shkruajnë autorë e publicistë në të ardhmen. Evenimentin e promovimit të monografisë Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, e kanë begatuar vallëtare të shoqatës kulturore shqiptare Rinia në Zingen. Shikues të nderuar, ndoqët reportazhin e përgatitur me rastin e promovimit të librit Marash Gojani, veprimtar dhe humanist nga diaspora, përgatitur nga Qerkin Bytyqi dhe Mikel Gojani. Manifestimin promovuese kanë madhështuar me praninë e tyre kryetari i Bashkisë veprimtar dhe artist nga Gjermania, Zvicra, Amerika e vende tjera. Ju përshëndes dhe mirëmbëjtje.